Pyetja cila është e radhës thot: kush është i detyruar të agjerojë Ramazanin? Pra agjerimi i Ramazanit obligohet për të gjitha ata që janë gjallë dhe përjetojnë muajin e shenjtë të Ramazanit dhe i plotësojnë këta kushte. Kushti i parë të jetë musliman. Pra nuk obligohet agjerimi për ata të cilët janë jo besimtar. Ka se Allahu Azza wa Jalla na tregon në Kur'anin e Kerim se arsyeja se pse Allahu nuk ja ka pranuar lëmoshën jo besimtarëve është për shkak kufrit të tyre. Për atë dietarë duke u bazuar në këtë çështje kanë thonë se ai i cili ka qenë jo besimtar me vite, pastaj kalon në Islam, a obligohet që ti kompenzon ato vite që nuk i ka agjeru. Dhe gjithashtu mendimi më i saktë është se nuk obligohet. Pra nuk obligohet jo besimtari që të kompenzon vitet e kaluara, që nuk i ka agjeru muajin e shenjtë të Ramazanit. Arsyeja është nga se thamë se për të qenë obligim agjerimi, për të pas ai të detyrueshme, kushti i parë është me qenë musliman. Dhe këtu janë argumentu dietarët të cilët kanë thonën: qulil ladhina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Thuaj jo besimtarëve, nëse ata e braktisin kufrin e tyre, Allahu u afal lëshimet dhe gabimet që i kanë bërë para Islamit. Pra, nëse njëu jo besimtar hinë në Islam në mes të ditës së Ramazanit, këtu parashtrohet pyetje: pjesën e asaj dite a duhet ai që të agjeroj? Përgjigjja është se nëse një jo besimtar në Islam, pjesën e asaj dite duhet që të agjeroj, ama nuk e ka obligim që ta kompenzoj. Përkundrazi atyre të cilët janë të arsyetuar gjatë asaj ditë, si për shembull gruaja e cila ka qenë me menstruacion dhe në mesin e drekës pastrohet, a ka obligim ajo që pjesën tjetër të asaj dite që të agjerojë? Nuk e ka obligim. A ka drejtë të hajë? Ka drejtë. Për shkak se për të nuk është obligu agjerimi asaj dite. Ndërsa jo besimtari, përderisa ka qenë jo besimtar deri në drekë, nuk e ka pas obligim agjerimin. Po i po tash ka kalu në Islam. A ka ndonjë justifikim, arsyetim tash ky njeri me vazhdu ditën? S'ka justifikim, për shkak se për ta obligohet. Pra, arsyeja pse jo besimtar, nëse hin në Islam gjatë ditës, obligohet që të agjeron pjesën e asaj ditës, mirë po nuk e ka obligim të kompenzon atë ditë. Ndërsa udhëtari, i sëmuari, grua e cila me menstruacion, nëse vjen në mes të drekës, udhëtari arrin në shtëpi, tash pjesën e kësaj dite që ka ngel, a ka obligim që të argjon? Nuk e ka obligim. Për çka se ki prej mëngjesi, kur ka qenë në atë gjendje, nuk jo është obligu agjerimi. Pra obligimi i agjerimit është prej para syfyrit. E nëse e kupton këtë, do ta kuptosh një dirimen që ka thonë pejgamberi Allahu: ai që se vendos se ban nijet para se të hinë koha namazit të sabahut, nuk ka agjerim. Që nën kupton. Pra do e mos në farz, duhesh ta vendosësh që të agjerosh para se të hinë sabahut. Për shkak se nëse hinë sabahut dhe nuk e ke vendosën, faktikisht vendosja kur kena për qëllim niyetin, e kena për qëllim agjerimet farz, agjerimet kaza, agjerimet kompenzuar, agjerimet e propozuar. Ndërsa agjerimi vullnetar ban që të vendoset niyeti dhe gjatë ditës, nga se nuk është obligativ. Ndërsa agjerimi obligativ do e mos duhet që niyeti
pra qëllimi ta vendossh me zemër se ke për qëllim për ta agjeru ditën e nesërme. Pra atë udhëtari dhe i sëmuari, faktikisht në këtë kohë ka qenë në gjendje udhëtimi apo sëmur. Pra nëse arrin gjatë ditës, nuk ka problem ai nëse e qel edhe kur të arrin në shtëpi, nga se ai nuk e ka obligim që ta agjeron atë ditë, apo është i liruar nga agjerimi e saj dite dhe atë ditë duhet ta kompenzon. Ndërsa jo besimtari nuk e kompenzon atë ditë që ka hi në Islam. Kjo është kushti i parë. Kushti i dytë, për qenë obligativ, është të jeti i përgjegjsh. Çka do të thonë të jeti i përgjegjsh? Do thotë, i thojmë në gjuhën e Kur'anit apo gjuhën arabe mukellef, të jetë në moshën madhore. Nëse nuk është në moshën madhore, preferohet që të agjerojnë mirë, por nuk e ka obligative ai njeri që të agjerojnë. Nëse hinë moshën madhore, atëherë obligohet njeriu që të agjerojnë. E nëse njeriu gjatë ditës Ramazan hinë moshën madhore, atë dita e ka obligim që të agjerojë, pjesën e saj dite apo jo, nuk e ka obligim. Për shkak se ki njeri ende nuk ju ka obligu agjerim. Atë ditë, pra ka hinë moshën madhore gjatë ditës. Për këtë arsye nuk obligohet agjerimi për ata që s'ka hinë moshën madhore. Treti kusht të jetë i aftë për agjerim. Pra nëse nuk është i aftë, nëse është i sëmur, nuk obligohet që të agjeroj. Mirë, bë sëmundjet janë dy lloj. Ka sëmundje të përhershme dhe ka sëmundje të përkohshme. Tek sëmundjet e përkohshme, pra smundet atë ditë, ka një lloj gripi, apo është i lodhur, mirë po, kjo është një sëmundje jo kronike, pra kalimtare. Pra ky njeri nuk obligohet që të agjerojë, lejohet që të çelë dhe e kompenzon pas Ramazanit atë ditë. Ndërsa nëse ai sëmur me sëmundje të përhershme, nëse është i sëmur me sëmurje të përhershme dhe ki nuk është i aftë të agjeron, atëherë kompenzon pra këtë ditë me pagesë. Sa duhet të paguar? Ka thënë duhet që ta ushqej një të varfër sa të ngopet. Duhet që ta ushqej një të varfër sa të ngopet.